Dy persona të armatosur që përgjatë ditës së hënë qëndruan të izoluar në një banesë të braktisur në fshatin Orosh të Fusharzit, shtetasit me inicialet JC dhe AU, janë dorëzuar më në fund tek forcat e policisë. Sipas informacioneve nga vendngjarja, negociatat e vazhdueshme të policisë kanë dhënë rezultat. Fillimisht pas përpjekjeve me të vëllain dhe më pas me motrën e njërit prej të izoluarve të armatosur, forcat e rendit kanë arritur t'i bindin ata të dalin nga banesa. Operacioni antiterror që po zhvilloi prej orësh mbetet ende në progres për të siguruar zonën dhe për të verifikuar rreziqet e mundshme. Dalja e dy personave të armatosur nga banesa e braktisur në fshatin Orosh të Fusharzit, JC dhe AU, i ka hapur rrugë zbulimit të detajeve të mëtejshme, ndërsa autoritetet ende po vjojnë kontrollin e zonës dhe ndërtesës ku ata qëndruan të izoluar për orë të tëra. Raportohet se një nga të dorëzuarit, shtetasi me inicialet JC 34 vjeç, ka një histori personale që përfshin konvertimin e tij fetar. Fillimisht besimtar katolik, ai më pas është konvertuar në fen myslimane. Sipas informacioneve të siguruara, ai frekuentonte një xhami në fshatin Kryezi, objekt fetar që për një kohë të gjatë funksionon pa imam të përhershëm. Të dy këta shtetas kanë qenë persona të shpallur në kërkim nga policia, ndërsa shtetasi me inicialet JC njihet si person me rrezikshmëri të lartë kriminale.